Ajo që në ndihmon shumë të jemi të dorueshëm është shoqëria e mirë. Kemi folur shumë për këtë pikë, por unë do të përqendrohem vetëm tek një fjalë e Allahut xhalla shanuhu. Zoti i madhruar në Kur'anin famëlar thotë, i drejtohet pejgamberit, po kjo ajet ka të bëjë edhe me ne. Përqendro, duro, bashkëbisedo, ndaji ndejat tuaja me njerëzit të cilët e përmendin Allahun mëngjes dhe mramje, dhe mos i hiq syt prej tyre, dhe largohu prej njerëzve të cilët janë neglizhent dhe në gaflet ndaj përmendjes së Zotit xhalla shanuhu, të cilët e ndjekin epshin e tyre, wa kana amruhu furuta, dhe gjendja e tyre është në shkatrim e sipër. Allahu i madhruar në këtë ajet kuranor na mëson dy gjëra: qëndro me njerëzit e devotshëm, qëndro me njerëzit e durueshëm, qëndro me njerëzit e mirë, nga se me kalimin e kohës edhe ti do të bëhesh i mirë. Sa do që arsjeton veten tënde se nuk kam çfarë të bëj, mora të patjetër e kam të qëndroj me këta shok, e unë do të mundohem të ruaj veten time nga mëkatet e tyre. Kjo ajet kuranor të thotë, i ka thënë pejgamberit alayhi salam, qëndro me njerëzit e mirë ase si me njerëz të këqij. Sado që ke i miq, sado që ke vlerë, sado që je i lidhet me Allahun xhalla shanuhu, shoku i mirë të çon të veprosh edhe vepra më të mira. Shoku i keq ta prish karakterin, ta prish fjalorin dhe të drejton nga punët e këqija.